Ju përshëndes prej Zvicre me jetën reale. Kjo është jeta reale e emja sot. Sot kemi po diçka tjetër. Jam mes Mencigenit. Mencigen Rajna, Rajna Mencigen. Më thiri shokimi me hongër një drejk. Më tha hajde, tha hami drejk, tha në Mencigen. Erdha. Edhe kur erdha, ulem restoranti që ka një shqiptari, i cili pas ka lëshu Francën e pas ka ardhur në Zvicër me jetu e me bo biznes. Hangërëm këtu ku është kjo tavolina këtu se s'po tregoj se më ka që shtek. Inaugurimi ja shikoje Balkan Grill thot këtu. Pas ka vendosur edhe këto balonat e këto gjona këtej për me e bo inaugurimin e këtij restoranti. Për ndryshe, restorant shumë i mirë, shumë i investum edhe ka nevojë që shqiptarët e kësaj zone. Si jeni? Si ka lutë, e një lo? A je bashkëshortja? Po. Okej. Si e ke rënin? Florije, si jetë? Mirë, a je lo? Jo, ka pa. Urime dhe suksese. Faleminderit. Si po shkon puna? Për fillim mirë. Është mirë, Mirë. Okej, shumë bukur. Unë jam këtu, Floria që ka bashkëshortja e shefit, e Dervishit, apo jo? Po. Dervish Smajlaj, okej. Restoranti ja si është, tash do t'ju tregoj edhe restorantin komplet se si duket, investim shumë i mirë, po shkoj poshtë pak deri te kuzhina edhe takoj pak janë shkallët mëra poshtë, takoj pak Dervishin. Ha Dervish, ç'është? Ai mirë. Si kalove? Aulove. Ky është Dervishi, ky është shefi i restorantit. Si je? Mirë, faleminderit. Si shkon puna? Po jeska pak. Jetu punu? Jetu gatu? Po, e kemi pak si temp, po. Okej, s'ka problem. Mos tani, s'ka problem. Nuk ka problem. A mundemi lart pra dalim. Vesh ti bëj dy pyetje të lutem. Unë erdha këtu me hongër drek. Edhe më pëlqeu dreka dhe tha është fillimi, kam nevojë për pak suport, tha shumë e meriton. Reklamën unë ose e shes ose e fali. Kështu që do ta falim te Dervishi sot. Shumë faleminderit te tie. Po që ke marrë pjesë me orë deri te na, edhe faleminderit te kolegët tonë që ka thirrë, ka ftuar. Kështu që na kemi mundur me bë maksimum për çdo njonin, për çdo klient. Jemi këtu. Bravo. Në për orës 8 deri në orën 10 mbrëmje. Okej, 8 mëngjes deri në 10 mbrëmje. Mëngjes për kafe, për kafe. Çfarë gatimesh bëni? Kena çibapa, prezent, kena pasur, gullash. Edhe me porosi mundu me bo çdo gjë me porosi çka ka nevojë. Okej, si është adresa? Adresa Sagivek 2, Mencigen. Edhe rezervimin mundu me bo për çdo ditëlindje apo Hëngjë familjare. Hëngjë familjare mundu me bo ato rezervime, nuk ka problem. Okej, a ka numër telefoni ku mund njerëzit me telefonu apo jo? Po. Për shembull, ti ndihmojmë Dervishit apo më ç'është duhet, se s'ka lezet. Ja, shiko sa bukur ka investuar. Ja sa bukur ka investuar. E pse le Francën Dervish erdhën në Zvicër? Pse tash ai bona edhe unë pak Zvicran 07. Ja, kjo është vizitkarta. Numri i telefonit, marrni në shënim. Marrni në shënim numrin e telefonit. 078 301, pra domethënë 301 8973. Kjo është Balkan Grill prej Dervish Smajlaj këtu, i ardhur prej France, në Kosovë, i kujt? I komunës Prizrenit, i Hasit, fshatit Roma. I komunës Prizrenit. I ardhur prej France në Zvicër, Mencigen, me restorantin e tij, i cili ka nevojë për mbështetjen tonë, për suportin tonë, ushqimin, gatimin e bën shumë mirë. Ju garantojnë për këtë pjesë se hëngra do të çepo bashkë ku jam. E kujtova që jam mes Kosovës. Kujtova për momentin. Po jo, kur e pash a patën në inaugurim njerëz këtu plot? Po. Ka. E ke bler apo e ke investu vetë? Jo, e kemi bler, thua se ka qenë 80% i gatshëm, por unë kom bler do maqina, do çona çka duhen për një restorant, edhe kështu që shumë bukur. Kemi investu pak, po ndoshta ja vlen. Po ja vlen. Shumë bukur. E bëj mesazh për shqiptarët e Mencigenit, të Rajnojit, të Rajdenit, të këtë kësaj zone. Argaut në përgjithësi. I kisha prit me gjithë zemër, i kisha bot çka është ma mundshme për ta, dhe kështu që jam mirë se ardhën çdo janë për tyne, kështu që bukur. Shimin fol shqipshor pra Dervish. Faleminderit shumë për teje. Respekt. Përshëndes shumë. Respekt është të mirë. Harini krejt të Dervish Smajlaj këtu te restoranti. Balkan Grill këtu në mes Mencigenit. Shimin në studio.